Selamu alaikum të dashur dëgjues dhe shikues të radio televizionit Pendimi. Mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Drita e së Vërtetës. Mirë se erdhët në këtë edicion të cilin e realizojmë çdo të diel në valët e radio televizionit Pendimi me hoxhën e nderuar Ulla Fadil Musliun, të cilin e përshëndesim. Selamu alaikum dhe i dëshiroj mirëseardhje. Aleikum assalam wa rahmatullah. Mirë se gjej, bash problem. Amin. Të dashur shikues, të nderuar dëgjues dhe miq të radio televizionit Pendimi, në këtë edicion të sotëm do të flasim ose do të trajtohet në pjesën e parë tema dita më e mirë e vitit, dita e Arafatit, me që jemi në prag të kësaj dite dhe rrjedhimisht po shkojmë edhe në prag të festës së Kurban Bayramit, është periudhë haxhi dhe kemi se çka të flasim e çka të trajtojmë në këtë pjesë të parë të programit. Prandaj, të dashur miq të nderuar dëgjues, në këtë pjesë të parë do të ndjekim ligjëratën nga Hoxha Fadil Musliu për të kaluar pas në pjesën e dytë me pyetjet dhe përgjigjet tuaja. Pa u mërku, më njerë po ja kaloj fjalën Hoxhas për të nisur ligjëratën e sotme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu i madhruar nga mëshira e madhe dhe dashuria e madhe që ka për robërit e tij, për besimtarët musliman, u ka mundsuar atyre, na ka mundsuar neve që të kemi sezona të begatshme, sezona të veçanta, sezona ku besimtarët mund të punojnë pak dhe të përfitojnë shumë. E pa dyshim se sezona në të cilën jemi, sezona e fillimit të muajit të 12, muajit Dhulhijja, që tash më veç jemi në te, dhe po afrohemi edhe festës së madhe, festës së Kurban Bayramit, është një prej sezonave më të begatshme gjatë vitit. Pra, më konkretisht jemi në 10 ditë e para të muajit Dhulhijja, që i bie se jemi në 10 ditët më të mira të vitit. 10 ditët më të mira të vitit. Pra, gjatë gjithë vitit, nuk ka ditë më të mira se sa këto 10 ditë e para të muajit Dhulhijja. E prej këtyne 10 ditëve, Allahu ka përzgjedhur pastaj një ditë të veçantë, që është dita e Arafatit. Dita e Arafatit, kjo është dita më e mirë e vitit. Dita e Arafatit korrespondon me një ditë para Kurban Bayramit, që është dita e 9. Këtë vit, më konkretisht, dita e Arafatit është ditën e martë, që i bie pas nesër. Dhe kur jemi te kjo ditë, padyshim se është e natyrshme dhe është shumë normale që të flitet për te, para se të arrijmë atë, pasi që jemi në prag të kësaj dite të bekuar, të kësaj dite të veçantë, dhe të dim disa nga veçoritë apo disa nga karakteristikat, nga gjërat që veçojnë këtë ditë prej ditëve të tjera. E para prej tyre është se në këtë ditë Allahu Teala e ka plotësuar dhuntin e tij dhe e ka përsosur fenë islame. Pra në këtë ditë, në ditën e Arafatit, Allahu plotësoi dhuntin e tij që kishte ndaj nesh, edhe e përsosi, e përkryti fenë islame. Për ata, Allahu Teala në surën El-Maide thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot unë çka e plotësova fenë tuaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Që do të thot, ma konkretisht, pra sot unë e përsosa fenë tuaj, edhe çka
i plotësova dhuntitë e mia ndaj jush, e plotësova dhuntimin tim ndaj jush, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaj. Pra, përzgjedhja për këtë fe është bërë prej anës së Allahut të madhruar. Ai ka përzgjedhur që Islami të jetë fe e jonja, dhe ai ka përzgjedhur që ne të jemi musliman, dhe ai është i kënaqur që Islami të jetë fe e njerëzimit. Allahu është i kënaqur të jetë Islami fe e njerëzimit, edhe pse Allahu Teala nuk i detyron njerëzit me dhunë që ta pranojnë fen, po njerëzit janë të lirë, secili bën përzgjedhjen e tij. Dhe ky ajet ka zbritur në ditën e Arafatit, dhe siç tregon Omeri radhiyallahu anhu, thot një ditë prej ditësh, një jehudi i Medines thot me tha mua, o prisi besimtarve, ju e keni një ajet në Kur'an. Ju e keni një ajet në Kur'an që flet për plotësimin e fesë, sikur ta kishim ne hebrejt, jehudit, këtë në librin ton, ne do ta merrnim fest atë ditë, do ta festonim atë ditë kur ka zbrit ky ajet koranor, dhe siç tregon Omeri radhiyallahu anhu, thot është fjala për ajetin el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pra Allahu Teala thot, sot përsosa fen tuaj dhe plotësova dhuntin time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Dhe Omeri radhiyallahu anhu thot, e dita se është fjala për këtë ajet, thot, dhe e dim thot se ky ajet ka zbrit thot në ditën e Arafatit. Dhe në këtë ditë është plotësu feja, është përkrye feja, dhe çdo gjë më është veç e kompletuar, në ka më nevojë diçka që të shtohet në fenë islame. Kjo ditë është të veçantë, sepse e bën të veçantë betimi Allahu Teala. Betimi Allahu Teala, sepse Allahu i madhruar është betuar në këtë ditë, po dhe këto ditë në të cilat jemi, në kaptinën në surën Al-Fajr, Allahu thot wal fajri wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr. Çfarë do thot? Pasha agimin e mëngjesit, është betuar domethënë në agimin e mëngjesit Allahu, edhe pasha këto 10 ditë, dhe pasha çiftin edhe pasha tekun. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, deri Hoxhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot 10 ditë është fjala për 10 ditë e para të muajit të Dhulhijhes, po këto ditë në të cilat jemi, është betuar në Allahun to, ndërsa çifti wash-shaf'i, çifti thotë është dita e Kurban Bayramit, që i bën e 10-ta, dhe 10 që është çift, edhe teku që është betuar Allahu thotë është dita e Arafatit, që është dita 9, që është 9 numër, domethënë tek. Që do të thotë se Allahu Teala nuk betohet në gjithçka, mirë po nëse Allahu betohet në një gjë, në një krijesë të tij, kjo do të thotë se ajo krijesë, ajo është diçka e veçantë apo e rëndësishme. Ndërsa neve, si besimtar musliman, nuk na lejohet të betohemi në diçka tjetër, nëse është nevoja me u betu, se s'ka nevojë fare njeriu të betohet, por kur të imponohet betimi, apo kur duhet nga njëherë je i detyruar në një mënyrë apo tjetër të betohesh, atëherë do të me u betu vetëm në Allahun. Vetëm në Allahun. Neve s'na lejohet me thonë pasha çiftin e pasha tekun, që ka thonë Allahu te bareke ve taala. Neve në lejohet në ato që është kryesorja, për ne në lejohet me u betu vetëm në Allahun e lartë madhruar. Pra, Allahu te bareke ve taala është betuar në ditën e Arafatit për shkak të vlerës së madhe që e ka kjo ditë. Tjetra që duhet ta kemi parasysh, kjo ditë është e veçantë. Kjo ditë është e veçantë sepse kjo është ditë festive edhe për ne këtu, por në veçantë është ditë festive për ata që gjenden në haxh. Me miliona haxhiler janë atjetësh duke u përgatit për këtë ditë, dhe në ditën e 8, që quhet Yawmut Tarwiya,
ata veç përkatiten edhe me mjetet e tyre të udhëtimit dalin në rafshnaltën e Arafatit, aty qëndrojnë tënë ditën e 9 në ditën e Arafatit dhe ajo është dita festive për ata që janë në haqj, për haqjilerët dhe ata të gjithë, i madh i vogël, të gjithë për një kohë të caktuar qëndrojnë në një vend të caktuar në Arafat. Bile runa zot, nëse ndonjëri prej tyre nuk mundet me dalë në Arafat, atëherë haxhi tina nuk pranohet. Pse? Pse pejgamberi sallallahu ka thonë haxhi është Arafat. Haxhi është Arafat, pra qëndrimi në Arafat. Për ata organet përgjegjëse, organizatorët e haxhit në Arabinë Saudite, së bashku edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, në ditën e Arafatit, edhe ata që janë nëpër spitalet smur. Kuptohet që në kanë ndonjë smundje shumë të rëndë, pa përballueshme, po ata që mund të përballojnë, organizojnë në mënyrë, domethënë, institucionale, organizojnë dërgimin e haxhive me autoambulanta në Arafat, në rafshnaltën e Arafatit, pse të arrijnë atë kushtin që është prej kushteve të haxhit. Tjetër, Allahu te bareke ve taala ka bërë këtë ditë të veçantë, sepse mund njeriu të punon shumë pak në të dhe të fiton shumë. Çfarë të mund të bëjë besimtari musliman që të fitojë shumë? Ashtu që na ka treguar pejgamberi alayhis salam, ka thonë kush agjeron ditën e Arafatit, kuptohet për hir të Allahut e bën agjerimin, do t'i falen gjunahet, mëkatet e vitit që po e lëm pas, edhe e vitit që po vije. Para mendoj me një ditë agjerim, me një ditë të Arafatit, nëse agjeron besimtari, ka shpërblimin sa s'mund e paramendon mendja njeriut, pra një ditë agjerim, falje gjunave për 2 vite. Këtë nuk e gjenë kërkun. Kjo një farforme është vetëm një kontratë apo një marrëveshje vetëm me Allahun e te bareke ve taala. E veçantë e kësaj ditës së Arafatit është se nuk ka ndonjë ditë që Allahu liron njerëzit nga zjarri i xhenemit ashtu siç i liron në ditën e Arafatit. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra ka thënë nuk ka ditë që Allahu Teala liron robërit e tij nga zjarri i xhenemit. Në farforme i amniston, i fal. Pra nuk ka ndonjë ditë që Allahu fal njerëzit apo i liron nga zjarri i xhenemit ashtu siç i liron në ditën e Arafatit. Andaj është e pa kuptimt apo është e pa logjikshme njeriu me arrit ditën e Arafatit e mos me dallue me asnjë adhurim apo mos me dallu këtë ditë fare, bile tek disa të një pjesë ditë Arafatit është një ditë normal, rutinore, që se bën kur fat dallimi prej ditëve tjera. Besimtari i vëmendshëm i kujdesshëm, sigurisht se çka e ka parasysh se vetëm një ditë e këtij gjatë gjithë vitit, nuk ka ditë të tjera. Pra gjatë gjithë vitit vetëm një ditë është dita Arafatit, dhe kjo është ditë e veçantë, atëherë çka e shfrytëzon maksimalisht. Tjetra që e bën të veçantë këtë ditë është interesant se në këtë ditë Allahu te bareke ve taala e ka marrë premtimin, apo nëse kemi drejt me thonë, e ka marrë besën prej bijve të Ademit, prej neve. Se të gjithë ne jemi bijt e Ademit, sepse në këtë ditë, në ditën e Arafatit, Allahu te bareke ve taala i të bëj të gjithë shpirtrat, në ditën e Arafatit, edhe ashtu do me thonë i madh i vogël të gjithë dalën para Allahut. Të gjithë dalën para Allahut, edhe Allahu çka u paraqit para shpirtrave tanë, duke i pyet ata shpirtat tonë, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bela shahidna. Shpirtat i thanë, po, ti gjithsesi e Zoti jonë, na dhe kjo ka ndodhur pra në këtë ditë
të bekuar në këtë ditë, ditën e Arafatit. Këto dhe veçoritë e tjera të cilat e përcjellin apo e karakterizojnë këtë ditë, e bëjnë këtë të veçantë dhe bëjnë këtë një mesazh të qartë për të gjithë ne besimtarët musliman që ta shfrytëzojmë atë me të gjitha mënyrat apo me të gjitha adhurimet e mundshme. Dhe shumë kush është shumë normale që pyetet çka më bë, pra, pasi që kjo ditë është e veçantë, edhe e ka veçu Allahu, e ka veçu pejgamberi alayhi salatu selam, e kanë veçu edhe sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se kthehemi pra e shohim të kaluarën atë botë, kanë dalë njerëzit edhe në për rrugë, edhe çka kanë bërë tekbire, e kanë madhruar Allahun, kanë bërë tehlile, kanë falendëruar Allahun, çka kanë thonë la ilaha illallah, tahmid, kanë falendëruar Allahun, edhe tesbih, e kanë madhruar Allahun, sa që të regohet për Abu Hurajrën dhe Ibn Umerin, radhiyallahu anhum, kanë dalë rrugëve të Medinës edhe me zot lartë, në për rrugë, në për tregje, kanë thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, edhe kanë thonë la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, tehlil sa më shpesh, pse me madhru Allahun në këtë ditë caktuar, edhe ato me publikisht që më tregu edhe të tjerëve që të madhrojnë Allahun te bareke wa taala. Pra është normale që pyesin besimtarët çfarë mund të bëjmë gjatë tyre ditëve apo edhe gjatë ditës së Arafatit në veçanti. Me qenë se është ditë e veçantë edhe kemi të bëjmë veç me një ditë, atëherë secili rreth mundohet ta bëjmë atë mirën e mundshme. Mirë, po një gjë është të tetë e sigurt që pejgamberi alayhi salatu selam i ka veçuar këto 10 ditë në përgjithësi prej ditëve të tjera të vitit, e ka veçuar ditën e Arafatit në veçanti. Për ata dhe ka thonë nuk ka ditë më të mira në të cilat Allahu te bareke wa taala i dën punët e mira në to, siç janë 10 ditë e para të Dhulhijhes. Pra Allahu më shumë të gjatë vitit i dën punët e mira gjatë 10 ditëve të para të muajit Dhulhijhe. Nuk duhet të kometit punë të rënda apo të parishme. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se këto ditë, sidomos dita e Arafatit, është ditë e tekbirit. Do të thonë tekbir është me thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastaj tehlilit me thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pastaj tesbihit me thonë subhanallah, subhanallah. Pastaj tahmidit me thonë elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Edhe prej lutje prej duave që e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më së shumti dhe ka thonë doja që unë më së shumti kum thonë ditën e Arafatit, edhe që kanë thonë pejgamberët para meje, është doja la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Non stop e ka thonë këto. Pra ta e shohim edhe haxhilerët atje që janë në haqq, që qëndrojnë në ditën e 9, ditën e Arafatit, që qëndrojnë në rrafshnaltën e Arafatit, e shohim se namazin e drekës edhe të ikindisë bashkojnë atje, thirrët e zani, thirrët një ezan, pastaj bëhet ikameti, falen 2 rekate të drekës. Me njëherë pas imamit jep selam, çka bëhet ikameti tjetër i dyti për namaz të ikindis. Dhe çka falet ikindia 2 rekate. Që do të thotë? Bëhet ky adhurim kështu në versionin e shkurtuar, falet dreka 2 rekate, edhe ikindia 2 rekate, edhe bëhet çka bashkimi 2 namazave, për çfarë arsye? Ato haxhit kanë kohë aty sa dush. Është një arsye që të jepet rasti i mundësive haxhilerëve të lëshohen në dhikr, në përmendje të Allahut, në istighfar, kërkim falje, në pendim,
në dua, në lutje. Në dua, në lutje. Por ata, njeriu ma i pa fat, apo njeriu ma i gjorë është ai që shkon atje edhe nuk bën dua, edhe nuk i kërkon falje Allahut, edhe nuk pendohet. Po ashtu i gjorë është ai që lutet e pendohet edhe thotë ku me ditë Allahu ma pranon as ma pranon. Ky është mendim jo i mirë për Allahun. Ma konkretisht mund të themi se ky është mendim i keq për Zotin. Në ditën e Arafatit, në ditën më të mirë vitit, edhe atje me qenë rafshnaltë në Arafatit, edhe me dyshuar unë a Zot apo pranon Allahu pendimin, istikfarën ajo. Kjo është diçka domethënë jo e logjikshme, se Allahu jo vetëm për atje këtë ditë të veçantë, por për çdo herë ka thonë ud'uni astajib lakum. Me lutni mua, unë ju përgjigjem juve. S'ka këtu ndonjë filozofi, s'ka këtu diçka që është enigmatike, s'po mund ta zgjedhim, s'po mund ta gjejmë atë formulën. Këtu çdo gjë është e qartë. Çka ti kërkon falje, Allahu të fal. Ti pendohesh, Allahu ta pranon pendimin. Ti bën dua lutje për gjërat e caktuara, Allahu çka i pranon lutjet. Ti e përmend Allahun vetmi, Allahu të përmend ty vetmi. Ti e përmend Allahun para njerëzve, Allahu të përmend para melajka. Për ata ne i përmendëm disa nga karakteristikat dhe veçoritë e kësaj dite, por kjo ditë është shumë interesante sepse në këtë ditë Allahu çka krenohet. Në këtë ditë, ditën e Arafatit, Allahu mburret me haxheleret që janë në Arafat. Edhe i shikon. Ashtu që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu te bareke ve taala zbret mbi qiellin e dynjas, edhe kur i shef krenohet mburret me ata të gjithë që janë të buen në një kohë në një vend, edhe ju thot me lajkeve, ja me laiketi, undhuru li ibadi, o me lajket e mia, shikoni e robrit e mi, kanë ardhur të lodhur, të raskapitur, të plohnosur nga vendet e largëta, çka nuk e kanë pa dënimin tim, nuk e kanë shiu dënimin tim, edhe kërkojnë falje, hiç pa i dënuar. Nuk e kanë pa pra dënimin tim, po çka shpresojnë faljen time. Edhe çka është më interesantja, kjo është diçka shumë madhështore, kur Allahu Teala ju thot me lajkeve, inni ushhidukum qad ghafartu lahum. Unë po dëshmoj thot Allahu këtu. Edhe ju jeni dëshmitar që unë i kam fal këtë këta. Allahu për çka? Allahu para me lajkeve po premton se i ka fal të gjithë ata që janë në rrafnaltën e Arafatit. E tash njëri mos me kërku falje, e mos me u pendue, e mos me lutë Allahun. Kjo është një farë sprove e madhe. Po ne besoj që çdo njeri e shfrytëzon në një mënyrë apo tjetër qëndrimin atje. E kur Allah i thot me lajkeve, unë po dëshmoj para jush, edhe ju jeni dëshmitar që unë po i fali të gjithë, me lajket i thojnë Allahut, o Zot, inne fihim fulanën murahaqa, wa fulanën wa fulanën. O Zot, për mesin e tyne ka haxhiler, ka që kanë bo gjënoha, e ka që ka bo këta po ata. Allah që ka i thot? Inni ka të gafartu le, unë i kun falë të shkejt ata. Krejtët e s'ka mund të ashtë debata po bised, edhe s'ki që kemi të regu Allah, që Allah aspitin aty që ka dhe njës gabimtar, po valla ka gjashën bile. Kështu që është një begati e madhe me arrit këtë ditë edhe na këtu, po edhe ata që janë atje në ato venet e bekuara, ndaj mundani me punë të mira, ta knashni krijuesin, e që në fakt kjo do thot ai cili e knash krijuesin, ai normal që i knash pastaj edhe krijesat. Edhe kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam se cili është njeriu më i mirë, ka thënë më i miri prej jush është anfa'uhum lin-nas, ai që është më i dobishmi për njerëzit. Çfarë do thot kjo? Ne jetojmë në një kohë, në një vend ku njerëzit kanë kriza të ndryshme. Krizat e ndryshme dhe ka krizat të mëdha, po një prej krizave me të cilat ballafaqohemi është edhe kriza ekonomike. Dhe disa janë të sprovuar me krizë ekonomike. Ky është një mesazh i mirë dhe i qartë
Por neve si besimtar musliman që t'ju dalem në ndihmë. Na gjatë gjithë vitit jemi humanitar, solidar. Besimtari është altruist, pra është çka është bamirës i madh. Gjatë gjithë vitit, mirë po në kësi rastesh, si që në këto ditë më të mira të vitit, e si që është dita më mira vitit, atëherë çka besimtari është edhe ma humanist, është edhe ma bamirës. Andaj rregulli thotë shpërblimi është nga lloji i veprës. Gëzoje ti kanë prej të smurve, ka me të gëzu Allahu. Laja ndonjë borx, aty në borxhlive, se Allahu ka me t'i fshi borxhet e tua. Fute gëzimin me dhurata për jetimet, apo për këta fëmijë që s'kanë për kujdesje familjare, që në përqendra të ndryshme. Ka me fut Allahu gëzimin, ka me gëzue. Largoje hallin, apo brengen, apo mërzin e dikujt, Allahu ka me ta largu brengen, mërzin, hallin tënë. Kështu që këto ditë i losë të gjithë vëllezërit e motra që po na shikojnë, po na dëgjojnë, të jenë pak ma kërkues, të kërkojnë rastet, kërkojnë vende ku munden me kontribue, për çka? Për me arrit kënaqësinë e Allahut, sepse nëse ti arrin kënaqësinë e Allahut, herët apo njerëzit do të jenë të kënaqur me ty. Po nëse njeriu mundohet të arrin kënaqësinë e njerëzve, nuk do të arrin atë asnjëherë, sepse njerëzit kanë kërkesa të panumërta, dëshirat e ndryshme, edhe ky do të mbetet edhe pa i kënaqur krijesat, edhe pa i kënaqur krijuesin Allahun te bareke wa taala. Andaj los Allahun taala që të na mundson të arrijmë ditën e Arafatit, edhe ta shfrytëzojmë atë me punë të mira, që përmendëm prej tyne sa ma shumë tekbire, me thonë katën dhe tjeri, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, me përmend Allahun sa ma shpesh edhe i kërku falje për gabimet, për gjënat, sepse është dita që më shumë ti, Allahu liran njerëzit nga zjarri i xhenemit. Ndoshta ti duke i lut, duke i thonë Allah, shpëton mua, Allah shpëton, o Allah kërkoj këtë, Allah ta jap, o Allah pendohem për këtë gjëna, për këtë gjëna. Për me anë, kur far problemi nuk është, sepse sado që ti nga gabimet gjënat e tua të mëdha, mëshira e Allahut është më e madhe. Mëshira e Allahut përfshin çdo gjë. Kështu që los Allahun Taala që të na fal neve, të fal prindrit tonë, të fal dietarët e lemat tonë, edhe të gjithë muslimanët kudo që janë, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëleft i dashtun Amin me gjithju. Të pjesë të parë dhe për këtë ligjërat, këtë shtjellim të temës në detaje të rëndësishme. Shikues të dashur, miq të nderuar të radio televizionit Pendimi, ne do ta bëjmë një pauzë të shkurtër në fund të pjesës së parë për të rikthyer pas pak minuta në pjesën e kontaktit të drejt për drejt dhe bashkëbisedimit me ju, pyetjeve të cilat ju duhet mund t'i drejtoni në kuadër të këtij emisioni. Për pak çast rikthehemi.